Një përfaqësi banore është lagjes Emin Matraxhiu në Elbasan, të cilët preken nga zgjerimi i varrezave publike, janë drejtuar me një peticion Bashkisë së Elbasanit. Banorët nuk shprehen kundër projektit të pushtetit lokal, por thonë se varrezat afrohen në një distancë jo më shumë se 15 metra nga banesat e tyre. I mëshojnë faktit se efekti psikologjik, veçanërisht e fëmijë, do të ishte negativ. Të ndërtojnë atje më tanë. Nëse duan t'i bëjnë, jo këtu afër shtëpisë, në anë tjetër, në asnjë mënyrë afër shtëpisë, sepse minimumi duhet pasur respekt për këta shtëpi këtu, sepse kanë një jetë, kanë punuar, kanë sakrifikuar, që kanë ndërtuar këto shtëpi. Ç'është do rrim neve, ç'është do jetojmë me varreza? Në ka ardhur si bombë që këtu kemi kaq vite që rrim, shtëpit kemi të legalizuara me ta pija me të gjitha. Para 3 ditësh erdhën dhe na mollën breza këtu. Pyetëm punëtorët, bëhet varreza. Nuk na ka ardhur njëri të na pyesi. Në marri që lejohet, s'lejohet, me sa dim nuk lejohen afër qendrat banura. Kërkojmë ligjin, nëse lejohet varreza, lejohet, por këtu kaq afër varreza, sa dim në gjithë vendet e botës. Pas një lloj njoftimi, kanë ardhur ka mos Elviat, pa u konsultuar me banorët e lagjes. Dhe kjo është bashkia që duam ne, që vinë bën çfarë duan, ne kemi fëmijë të vegjël. Këtu në zonë një fëmijë nuk del dot se ka frikë në varrezat për të ikur në shkollë. Projekti i Bashkisë Elbasan prekën drejt për drejt 30 familje, ndërsa indirekt ky numër është shumë më i lartë. Nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh, banorët thonë se do të ndjeken në rrugë ligjore ose do të detyrohen të braktisin çdo gjë dhe të largohen. Do të tentojmë, ta kërkojmë. Deri në gjykatë do vemi. Do të tentojmë. Na fusim brenda, po besoj se duhet na fusim brenda. Pa dallim partije, po kështu ne duam jemi gjithë familjar, Allexhin gjithë tu. Sigur dhe 2 shtëpi nëse një shteti duhet të përkupohet. Këshilltari i Partisë Demokratike Artan Kane konsideron të drejtë shqetësimin e banorëve dhe kërkon një zgjidhje alternative nga Bashkia e Elbasan. Kështu që kjo problematik mu duk që qëndronte dhe ishte e drejtë kërkesa e tyre. Dhe unë si këshilltar i qytetit Elbasanit bashkë me kolegen time Bianca Çopja, morëm iniciativën që t'i drejtohemi bashkisë me një kërkesë për të na dhënë një informacion shtërues për sa i përket këtij projekti për zgjerimin e varrezave. Ai janë respektuar të gjithë distancat që duhet të jenë nga qendrat e banuara. A është bërë një konsultim publik me banorët, me sa dëgjova nga banorët, nga pretendimet e tyre ishte që ato nuk janë pyetur kurrë. Ndërkohë, burime nga Bashkia e Elbasanit bëjnë me dije se parcela në fjalë është tokë shtetërore, e destinuar për varreza publike dhe miratuar më herët në planin rregullues të qytetit. Ndryshe nga pretendimet e banorëve, Bashkia e Elbasanit thekson se ka përmbushur të gjitha procedurat ligjore për realizimin e projektit, si dhe ka njoftuar komunitetin për këtë çështje rreth 3 apo 4 vite më parë.